Të shtëna me armë në kan, pranë skenës ku zhvillohej drejt për drejt transmetimi televiziv Grand Journal i rrjetit Kanal Plus. Një burr i drejtoi armën aktorit fitues të çmimit Oscar, Christoph Waltz, gjatë spektaklit televiziv live dhe kërcënoi të hidhte në erë studion me një granatë dore. Waltz, i cili ka fituar 2 Oscar me dy rolet e tij në 2 filma, po intervistoi në ato momente bashkë Daniel Auteuil gjatë programit televiziv. Waltz për media deklaroi se kjo ishte era e parë që ndjente frikë për jetën e tij. Pamjet filmike shfaqin se si publiku ikën me shpejtësi nga skena, ndërsa rojet e sigurisë nxitojnë të nxjerrin 2 aktorët nga skena. Policia arrestoi atentatorin në skenë dhe zbuloi se mbante një granatë false dhe një thik, ndërsa arma nuk ishte plumba, por bëhej fjalë për një pistolet nga ato që përdoren në garat e atletikës. Nuk pati të plagosur nga incidenti pasi arritën të dilnin me shpejtësi nga skena e improvizuar në plazhin Martinez. Ky është incidenti i dytë në festivalin 12 ditor të Kanës. Ditën e djeshme u raportua për vjedhje të bijutérive me vlerë miliona dollarësh, të cilat do të përdoreshin nga hyjet e kinemas që do të shkelnin në tapetin e kuq.